parë që lidhet kryesisht edhe me debatin e shumë përfolur që i përket rritjes së pagave të gjyqtarëve, një kundërshtim kështu e bërë nga ana e qeverisë, mirë po gjykata kushtetuese ka një zhvillim. Të minutës së fundit do të jetë kolegja Siona Ekonomi, e cila do të na njohë më tepër me detajet e Siona të përshëndes. Ermal, gjykata kushtetuese sot i ka dhënë zgjidhje një prej përplasjeve më të forta të kohëve të fundit të kryeministrit Rama dhe të shoqatave të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Të dyja palët ishte një përplasje për nivelin e pagave me magjistratët, pra prokurorë dhe gjyqtarë që kërkonin të rritej paga dhe kryeministrin që thoshte se kjo do të ishte një turp i madh nëse kjo të ndodhte. Por ajo që ka vendosur para pak minutash gjykata kushtetuese është t'u japë të drejtë magjistratëve, pra prokurorëve dhe gjyqtarëve. Edhe pse drejta nuk ju dhëm plotësisht. Në mënyrë të përmbledhur, gjykata kushtetuese ka thënë se gjyqtarëve dhe prokurorëve ndër vite ju është ulur në mënyrë të fshehtë niveli i pagës, ndërkohë që administratës publike i është rritur, kjo nuk është reflektuar te gjyqësori. Ndaj gjykata vendosi të urdhërojë Kuvendin e Shqipërisë që brenda korrikut të këtij viti të ndryshojë ligjin dhe të vendosë një formulë page që është në përputhje me rritjen ekonomike dhe me rëndësinë e postit publik që ushtrojnë gjyqtarët dhe prokurorët. Pra, siç mund të kuptohet, gjykata u ka dhënë të drejtë magjistratëve, ju ka thënë që po, paga juaj reale në fakt është ulur në mënyrë të fshehtë, paga duhet të rritur, por se si duhet të rritur dhe sa duhet të rritur ja ka lënë në dorë Kuvendit të Shqipërisë. Të në mënyrë të përmbledhur ose në mënyrë të strukturuar, Kuvendi do duhet të gjejë një zgjidhje të re ligjore brenda korrikut të këtij viti në mënyrë që të rrisë pagat prokurorëve dhe gjyqtarëve në një masë që sipas gjykatës duhet të çmojë sa është rritur ekonomia dhe sa janë rritur çmimet në vend, ndërkohë që gjithashtu gjykata kushtetuese urdhëron qeverinë që për çdo pagë që kanë marrë nga viti 2023 tani të ulur të kompensohet dhe kjo ulje që nuk u ishte bërë më herët magjistratëve. Por gjykata nuk merr përsipër të ndryshojë formulën, sepse gjyqtarët dhe prokurorët kërkonin që paga referuese, paga që e lidh magjistratit, ishte paga që ka një drejtor në qeveri, ndërkohë që aktualisht e kanë një përqindje të pagës së presidentit. Gjykata nuk hyn në këtë punë, thotë i takon Kuvendit dhe qeverisë të vendosë cila është formula e rritjes pagës, por paga gjyqtarëve dhe prokurorëve do duhet të rritet. Pra, përfundimi është që gjyqtarët dhe prokurorët do të kenë rrogë më të lartë, do të kenë dhe kompensim për 3 vite që kanë marrë pagë me ulje të fshehur, që thotë gjykata kushtetuese, por sa do të jetë rritja reale dhe paga e re, kjo ngele pa qartë, se të ngel në dorë Kuvendit. Kuvendit duhet ta përmbushë të detyrim deri në muajin korrik të këtij viti. Ndërkohë, Siona, nëse mund ta rikthejmë në vëmendje si background shkurtimisht edhe kundërshtinë e bërë nga ana e kryeministrit Rama në raport me këtë çështje. Pra, cili ka qenë zhvillimi paraardhës përpara se të mbërrinim pikërisht në këtë vendimarrje ose po themi deklaratë të sotme apo informacione që ju keni nxjerrë. Tani unë do përpiqem të flas në shifra konkrete për të treguar që ku janë, çfarë kërkuan palët dhe çfarë nuk donte të ndodhte kryeministri. Aktualisht paga më e lartë që merr një gjyqtar i apelit në gjykatën e posaçme, pra gjykatës pranë Spakut, është rreth posaçme të vjetra tani 4.500.000 lekë për gjyqtarin me më shumë eksperiencë. Nëse do të ishte bërë rritja që kërkonin vetë gjyqtarë, do të shkonte rreth 6.700.000 lekë të vjetra. Po flas për pagën neto, atë që kalon llogarinë e një magjistrati. Pra, nga paga neto prej 4.500.000 do të shkonte në 6.700.000 lekë. Ndërkohë që kryeministri kishte thënë që paga deri në 9 apo 10.000 euro janë stratosferike, janë të turpshme dhe i kërkonte gjykatës kushtetuese ta ndalte këtë abuzim, duke thënë se gjykatat nuk mund vendosin për pagën e një në punësi publik, siç është edhe në vetvete edhe një gjyqtar apo një prokuror, po duhet vendosë qeveria. Dhe gjykata kushtetuese thotë në fakt që po, e vendos qeveria, e vendos Kuvendi pagën dhe formulën e pagës, por paga ndër vite do duhet të rritet, duke marrë parasysh rritjen ekonomike dhe rritjen e çmimeve. Kështu që do duhet presim reagimin e kryeministrit Rama, i cili do duhet na thotë nëse është i kënaqur apo jo me këtë vendimarrje. Në fakt është prapë në dorën e kryeministrit dhe përmes tij edhe në dorë të Kuvendit të saktojë sa do të jetë rritja, sepse gjykata ka thënë po duhet t'u arrisni, por se sa do të arrisin është prapë në dorë të kryeministrit dhe gjyqtarët kushtetues ndoshta prapë gjyqtarët dhe prokurorët ndoshta prapë mund të mos jenë të kënaqur me atë rritje që detyrohet t'u jap qeveria. Qartë, megjithatë mbetet për të mësuar nëse do të ketë një reagim në vim. Për momentin falenderoj Siona për gjithë këtë informacion që ndave të detajuar me shikuesit, ndërsa ne do të vijojmë së bashku ndalemi në të tjera zhvillime pikërisht.